kryetari ose përfaqësuesit e ekzekutivit. Sa të na vinë përfaqësuesit e ekzekutivit, fillojmë mbledhjen. Mirëdita të gjithëve, të nderuar kolegë, të nderuar pjesëmarrës. Na erdhi dhe kryetari i bashkisë. Të nderuar kolegë, të nderuar pjesëmarrës, i nderuar kryetar, po fillojmë këtë mbledhje të radhës të Këshillit të Bashkisë të Maliqit. Sikurse edhe kemi njoftuar disa ditë përpara edhe në respekt të afatit për njoftimin. Dhe me materialet e mbledhjes besoj se jeni pajisur disa ditë përpara gjithashtu, kështu që bëjmë një verifikim të korumit dhe vijojmë pastaj me rendin e ditës. Nga sa po shoh janë 16-17 këshilltarë në sallë, kështu që mund të vijojmë, sepse rendi i ditës miratohet. Dhe ju ftoj sepse korumi realizohet dhe ju ftoj të miratojmë rendin e ditës. Kush është dakord me rendin e ditës? Kundër? Nuk ka, abstenim nuk ka, miratohet, faleminderit, por do të kërkoja mirë kuptimin tuaj për të shtuar dhe një material, më falni, që është një projekt vendim për identifikimin e pasurisë në fshatin Leminot, njësia administrative Pirk, që besoj se ju ka erdhur me vonesë, të më korrigjojë sekretari, ka shkuar me vonesë, kështu që do desha ta shtonim dhe këtë në rendin e ditës. Edhe njëri ju lutem, a jemi dakord duke shtuar këtë? Kundër? Nuk ka, abstenim, miratohet. Vijojmë atëre. Më lejoni t'ju njoh me projekt vendimet e mbledhjes së kaluar. Janë gjithsej 9 projekt vendime me karakter normativ, të cilat pasi kanë marrë dakordsinë e institucionit të prefekturës janë kthyer në vendime dhe 7 të tjera me karakter kolektiv të cilat janë kthyer në vendime tashmë. Ndërkohë ju ftoj të miratojmë protokollin e mbledhjes së kaluar të datës 18 mars. Kush është dakord me protokollin? Kam 18 mars. Protokolli i mbledhjes 10/2, më fal. Kush është dakord? Kundër? Nuk ka, abstenim. Miratohet. Dhe protokolli i mbledhjes së datës 27/2. Kush është dakord? Kundër? Nuk ka, abstenim. Miratohet. Faleminderit. Vijojmë me rendin e ditës. Projekt vendim për miratimin e ndihmës ekonomike deri në masën 6% të fondit për muajin shkurt 2026. Ka ndonjë pyetje këtu, komisioni? Po. Përshëndetje të nderuar kolegë këshilltar, përshëndetje kryetari i Këshillit, përshëndetje kryetari i Bashkisë. Komisioni Ndihmat Ekonomike dhe Familjet në Nevojë u mblodh ditën e djeshme në orën 12 dhe konkluduam me disa pyetje të cilat unë mund t'i bëj edhe këtu publike, për sa i përket ndihmave pa hyrë në detajet dhe kriteret, po shikoj vetë edhe fakt edhe ekonomia e njerëzve sa vjen dhe varfërohet, mendova që në bazë të ligjit apo të rregullat të shikojë një mundësi që ai 6% e di që është dhe mori me një sqarim edhe nga ekzekutivi, të shikohet një rritje e tyre sepse ato qytetarë janë sipas listave të ne që i miratojmë, janë me të vërtetë familje që kanë nevojë për këtë sipas deklaracionit që janë paraqitur. Të shikohet një mundësi shtesë siç bën edhe në pagat e tjera, sipas rregullave të për sa i përket edhe këtyre ndihmave që të mos bëjmë 2-3 familjet në nevojë, që të mos u pesdis, i pam të 3 me kujdes ato familjet. E para që unë kisha rezerva ishte familja në Shkozë,
pa e bërë edhe emrin e tij. Ishte blegtoria e dëmtuar që ne kemi parë në televizor, edhe për ata bëshe fjalë që sqaruam. Pash aty që është vetëm thjesht ka këtë nevojë, ka qenë mbetet kështu. Unë mendoj sepse që të japësh një para dhe le ta fitoj se unë jam për ata bujqësinë dhe blegtorinë ta marrin në këtë ndihmë, po duhet të ketë një mbas relacionit që bëhet për të kërkuar këtë shpërblim, të ketë një proces verbal, pse jo dhe nga veterinaria që kanë ngurdur këto bakti, ka foto, ka gjëra, janë groposur sepse mos u hyjmë në anë shëndetësore, a janë groposur, a janë kontrolluar dhe kush ka qenë komisioni i vlerësimit dhe duhet të jetë ky proces verbal i bashkëngjitur dokumentave për kaca që cilën ta bindin edhe ne si këshilltar, po dhe komunitetin që kjo qëndron dhe është kështu. Vajza më tha që e kemi si dokument, po mund ma vinte edhe mua, unë nuk e kërkova, po që dokumentet mirë është që këshilli duhet ta njohë këtë histori, që ka qenë një komision me proces verbal të saktë, kush e ka bërë dhe ta fitoj ju, unë e jap okejin që ta marrin ndihmën e qytetarit, sepse ne për këtë kemi ardhur këtu që t'i ndihmojmë ata që kanë nevojë dhe në fatkeqësi të tilla. Kaq kisha për këto dy pika në Komisionit Ekonomisë dhe Ndihmave Sociale. Faleminderit që më dëgjot. Faleminderit. Kryetare, do fjalën? Për të parën, unë mendoj që Drejtoria e Shërbimit Social duhet rast pas rasti, në varësi edhe të problematikave dhe të kërkesave, duhet shikoj me sa di unë edhe në buxhet ne kemi fond të parashikuar për këtë qëllim. Kurse në lidhje me rastin e dëmtimit të blegtorisë në fshatin Shkozë, unë do të sqaroj që ne kemi një informacion të plot për të gjithë çka ndodhur, me proces verbale nga Drejtoria Rajonale e Bujqësisë, nga Agjencia e Veterinarisë, e cila edhe ajo ka kërkuar dëm shpërblim për rastin e fjalë nga Ministria për Kacë, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. Edhe me sa kemi informacion, se nuk është rasti vetëm në Shqipëri, kjo sëmundje preku një sër fermerësh në gjithë Shqipërinë, dhe po shikohet mundësia të kompensohet nga buxheti i shtetit, por duke qenë që rasti ishte vërtet fatkeq për një familje e cila i dëmtohet komplet blegtoria me rreth 200 krerë, 207 me sa për të qenë i saktë, ne mendojmë që bashkia, Këshilli Bashkiak të jetë mbështetës të paktën deri diku që kjo familje të fillojë ta rimarrë veten. Ndaj edhe në qoftë se duhet që ne të ju paraqisim një dokumentacion, po unë besoj duhet ishte bashkëngjitur një pjesë e dokumentacionit, pasi është një dosje goxha voluminoze. Patjetër, sektori bujqësisë që ne kemi, e kemi dosjen të plotësuar, mund t'ja vëmë në dispozicion biles, ti bashkëngjitin disa dokumenta bazë institucionit të prefekturës, e cila do të kalojë dhe vendimarrja e Këshillit. Shumë faleminderit. Faleminderit, kryetare, kjo ishte për pikën 5 në fakt se. Po me qenë se ishim një. Dakord, drejtoresha për pikën 4, kishte që? Për sa i përket ndihmës ekonomike nga fondi 6%, ajo është e përcaktuar me VKM, masa e përfitimit për secilën familje, kështu që ne jemi mbështetur po në ato VKM, gjithashtu janë edhe të dhëna të cilat dalin nga sistemi i ndihmës ekonomike dhe nuk ndërhyet për llogaritje nga ana e administratorëve shoqëror. Mirë do ishte që kjo masë të ishte më e lartë, po kjo duhet parë pastaj nga vendimet e qeverisë. Faleminderit. Unë kisha këtuar manda se konsumuam dhe di edhe kryetari është këtu. VKM-n e kuptoj që ju ndaj ligjit nuk duhet dalin dhe unë nuk jam pra të dalin. Po VKM-ja arrit edhe rrogat. Dhe unë shikoj që të marrin 25 apo 27.000 lekë një qytetar në familje, janë pak. Ne kemi shumë nevojë, po të paktën kur ngrihen rrogat dhe ata të mos jenë të veçuar. Po të jenë edhe ata në lartësinë që duhet. Këtë e them që edhe VKM-ja, vetëm do prisni dhe kërkojeni të vini VKM që ta përmirësojë këtë punë, sepse e shikojmë që nafta po shkon 2200 lekë. E mlap. Të tjera gjëra ne i dimë, jemi koshient të gjithë për këta qytetarë. Faleminderit. Kemi gjë tjetër këtu tek pika 4, ju lutem. E kalojmë votimat e pikën 4. Kush është dakord? Kundër? Nuk ka, abstenim nuk ka, miratohet, faleminderit. Dhe kalojmë tek pika 5 e rendit të ditës, që është projekt vendim për dhënien ndihmë financiare për familjet në nevojë. Është ajo që preku pa kryetari në shpjegim. Nuk e di, Komisioni Financës? Po, Komisioni Financës. Aktualisht ne nuk kemi ndonjë problem për ndihmën atyre, por unë kam diçka tjetër për të shtuar. I pranishëm në sallë është një djalë 18 vjeç, që ka bërë një operacion me tumor në tru.
E mira është ta ndihmonim, ta futnim që sot në rendin e ditës, ai dokumentat I ka sjellë te zyra e ndihmës ekonomike, për t'i dhënë një vlerë, po jo një vlerë të ndryshme, paktën 100.000 lekë të reja, 1 milion lekë të vjetra. Kjo është propozimi që bëj unë. Drejtoresha mund të flasim më mirë me dokumentat që janë paraqitur, fëmia është aty me të emër. Po. Ju falenderoj. Po unë mendoj që këto raste që mos I ndodhin asnjëriu, lusin të mos kemi raste të këtilla, duhet të rakorduar paraprakisht edhe me drejtorinë e shërbimit social. Dhe mos e lërë në momentin e fundit që ata të shikojnë dokumentat, nuk jam kundra, jam parim, jam dakord. Ndoshta Armanda se duhet parana financiare, diagnoza, nevojat, që mos dukemi sikur e bëjmë për të kaluar radhna, por nuk I shërbejmë sa duhet këtij rasti. Gjithatë në parim unë do isha dakord që Këshilli ta trajtoj. Armanda mund të thotë diçka më shumë. Armanda? Shtoj një diçka, më fal. Armanda është ai rasti që diskutuam dje, që thotë nuk ka paraqitur në kohën e dur dokumentat. Atëherë unë jam me fjalën e kryetarit, në parim, ai djali është I ri dhe jetë gjatë ketë, çfarë mund t'i bëjmë, po kjo është që duhet të dokumentuar se na bëhet si rrugës. Kjo është më seriozitetin e duar çdo shpërblim dhe çdo. Faleminderit. Faktikisht nisja administrative ka dorëzuar dokumentacionin përkatës për të dy rastet që ne kishim për të trajtuar sot. Megjithatë, shpresojmë që herë të kemi më në kohë dokumentacionin. Atëre e kalojmë votim duke shtuar edhe rastin e djalit në vlerën 100.000 lekë. Dakord. E kalojmë votim duke shtuar edhe rastin e djalit, kush është dakord? Kundër? Nuk ka, abstenim nuk ka, miratohet, faleminderit. Dhe kalojmë tek pika 6 e rendit të ditës, që është projekt vendim për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e Këshillit të Bashkisë me numër 2, datë 8/1/2026, për miratimin e numrit punojësve, nivelin e pagave të administratës bashkisë dhe strukturave të tjera për vitin 2026 I ndryshuar. Komisioni Financës Po. plot në praninë të kryetarit të bashkisë, I cili do japi sqarimet e duhura dhe ne Po. mendojmë që ky projekt vendim duhet të miratohet. Kryetari do bëj të gjitha sqarimet e duhura, besoj se gjithë anëtarët e Këshillit Bashkiak janë njohur me këtë projekt vendim dhe nëse ndonjëri ka ndonjë diçka mund ta thotë. Kryetar, lutem. Ne bëhet fjalë për rivënien në punë të Pallatit të Kulturës Mali, qendrës kulturore komunitare. Ne kemi parashikuar në buxhet që në fillim të vitit si fond, nuk kërkojmë shtesë fondesh, brenda buxhetit e kemi fond. Duam që kjo qendër të jetë një qendër sa më funksionale dhe të shpresojmë që ajo synonim të fillonte me 1 prill, po me sa duket do të fillojmë me 1 maj me kapacitet të plot. Duam që aty të fillojnë të funksionojnë kurset e ndryshme të cilat do ju shërbejnë të gjithë qytetarëve të Bashkisë Maliqit për mësimin e veglave muzikore, të pikturës, të grupit valleve, mësimit të gjuhës angleze dhe ne kemi bërë një riformatim edhe brenda strukturave tona, po janë të domosdoshme disa instruktorë të cilët bashkia nuk mund t'i mbulojë të gjithë, të mësim violine, mësim piano, domethënë ka disa pozicione apo disa eksperienca që ne kemi marrë dhe nga qendrat tjera që ngjasojnë me atë çfarë ne duhet arrijmë këtu. Përjashtuar koreografi që mendojmë mund të jetë edhe part-time pasi për momentin jemi të bllokuar dhe ndoshta do ta shikojmë në këtë linjë. Projekt vendimi brenda përfshin edhe personel mësimor të sistemit parashkollor, I cili me vendim qeverie I bëhet një shtesë page në vlerë 2.5% për efekt koeficientit të indeksimit të pagave të inflacionit, dhe në total në përgjithshëm nuk kërkojmë as shtesë fondesh, as tjera, por vetëm një riformatim të drejtorisë kulturës që ne kemi të ngritur dhe plotësimi tyre me fondet e miratuara nga Këshilli I Bashkisë në fund të vitit 2025, si dhe plotësimin e personelit parashkollor apo sanitar në arsimin parashkollor, I cili janë fondet të dedikuara nga Ministria përkatëse, nuk janë fondet tona, të cilat mbulojnë për tyre, por ne kemi detyruar ta kalojmë në Këshill edhe si pag, por edhe si fond për plotësimin e tyre. E qartë, Dhe faleminderit. diçka tjetër, aktualisht kryetari mund ta shpjegojë më mirë, kemi edhe një shtesë që do jetë bërë tek pjesa e arsimit, ku do vendoset një administrator që është vendosur te projekt vendimi 5, por njëkohësisht do të shtojmë dhe një koordinator.
Problemi i arsimit, ne kemi patur një kërkesë shumë të madhe nga drejtuesit e shkollave, të cilat kanë një ngerç midis funksionimit të drejtorisë shërbimeve edhe vetë shkollave, dhe ata siç është praktik, po thuhen të gjitha bashkitë e tjera, e kemi parashkuar në buxhet një administrator, por koordinimi i veprimeve në terren bashkë dilte domosdoshme. Ndaj dhe këtë propozim ja u kemi risjell për ta përfshirë në këtë projekt vendim që shkollat të kenë një administrator më vete për të menaxhuar çdo gjë që ndodh në të gjitha objektet shkollore, që nga pastërtia, që nga detergjentët, që nga ngroja, që nga gjithë problematikat që kanë shkollat, dhe pastaj ai i rakordon në të gjitha drejtoritë tona për ta plotësuar apo për t'i ndjekur gjithë shqetësimet. Pasi kemi hasur vërtet vështirësi ku një përgjegjës ndjek edhe kanalet, edhe rrugët, edhe trotuaret. Po mendojmë që kjo tjetë pak me precizuar dhe shkollat marrin atë. Ka qenë propozimi vetë drejtuesve të shkollave dhe ne e kemi marrë në konsiderat kur kemi bërë dhe dëgjesat publike dhe ndaj po ja u prezantojmë sot. Kam për të shtuar diçka. Te pika 6, po i dëgjoj edhe kryetari, edhe unë i pash atë syrin tim. Mendoj kryetar që duhet administruar më mirë lekët. Këtu e kam parasysh se më duket si një fryrje, pash sanitar aty, 2 sanitar, mbas janë 3 lulishtar. A janë të ngarkuar pyetje që kam unë me punën dhe përkatësinë e duhur këta njerëz se një lulishtar për shembull ta bedha i sanitari, po e marr si pa e paragjykuar, nuk e di jam punëtor. Dhe dua që të ngarkohen gjërat me punë, edhe i kursej, po edhe rritem edhe ato që po flasim. Qoftë 6% të kushdo. Faleminderit. Tani, duhet të sqaroj që godina e Pallatit Kulturës është një godinë goxha e madhe. Me shumë ambiente, kush e ka parë, kush e ka vizituar, ose që besoj do të ndodhë për të gjithë shumë shpejt, aty kërkon edhe një standard tjetër në kuptimin tonë. Ne jemi duke mbyllur sistemimin e oborrit jashtëm, i cili dhe ai do të ketë një sistem ujitës të programuar, lulishte nga të 4 anët, dhe duam që ajo qendër, ndoshta mund të jetë qendra unike më mira që do të kemi ne si territor, nuk kemi në qytetin e Maligjit një qendër që të jetë multifunksionale, me ujitje, me tapet bari, me stola, me ndriçime të tjera, dhe minimalisht ajo kërkon një njeri adapt që të jetë aty dhe ta ndjek në çdo, është e programuar, por pavarësisht kësaj ajo do që ai fond që është hedhur aty të mirë menaxhohet edhe të mos degradojë. Nga ana tjetër, territori që ka ajo godin me sallë, unë po ju them, vetëm salla e koncerteve apo 2 sallat që kemi, një kat tretë, do një mbrojtje që mos degradojë, se jemi të vetëdijshëm, aty do ulet e do rri çdo lloj njeriu, çdo lloj qytetar, pavarësisht shkollës, pavarësisht ndjesisë, pavarësisht dhe kërkon një mirë menaxhim që ai investimi i cili në totalin e përgjithshëm shkon në shumë të konsiderueshme, falë edhe mbështetjes Fondit Shqiptar të Zhvillimit, të mos shkatërrohet, por të mirë menaxhohet në çdo hap. Ndaj dhe kemi parë të arsyeshme që territori dhe i gjitha i ambient të mirë menaxhohet. Jam shumë dakord që ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm në menaxhimin e fondeve, të jemi edhe kërkues llogarie që vërtet i vendosim, por të bëjmë punën edhe aty të ndrit çdo gjë pasi flasim për një godinë e cila është mermer nga fillimi në fund, edhe nuk do na shkonte ne që të mos e menaxhojmë edhe të prezantojmë edhe një objekt kulture siç ajo vërtet e ka emrin. Prandaj edhe qëllimi është parë, ndoshta e kemi parë edhe një çik më shumë se ç'duhet krahasimisht me objektet tjera. Kjo është e vërtetë. Po, Idlir. Përshëndetje kryetar, jam dakord me këto ndryshime, po kisha një si vërejtje për ky këngëtari këtu, kur ti ndryshon emri këtij këngëtari, ishte mësues muzike, se ai do punoj 8 orë këngëtar atje. Ti jetë mësues muzike, se kështu këngëtar, i punësuar këngëtar sikur nuk tingëllon mirë 8 orë. Shiko, ne në strukturën e Pallatit Kulturës kemi 2 këngëtar, me nocionin këngëtar, pasi atë punë bëjnë edhe ata duhet që të sjellin, se nuk marrim këngëtar part-time siç merrnim përpara, i paguanim, por i kemi në funksion të plot dhe nga 2 po e shkojmë në 3, që të kemi pasi ajo çfarë ne synojmë është që aty nuk do ketë vetëm këngëtar, aty nesër do ketë teatr, që tani ka filluar puna me shkollat e mesme, me shkollat e veçare, për grupet e valleve, për grupet e piktorëve, për aktivitetet për promovim librash, për promovim talente të reja.
është një punë voluminoze, unë shpresoj të arrijm atë që ne kemi në mendje, nuk është kaq e thjeshtë. Ndaj edhe po mundohemi të kemi eksperjenca edhe nga Qendra e Fëmijëve në Korçë, nga Teatri i Korçës, mendojmë të kemi bashkëpunime me të që aktivitete që ky teatri bën në Korçë të zhvillojë edhe në Maliq, me Kolonjën po ashtu, që të ketë një zhvillim kulturor, pasi jo, nuk i kemi qefti, kemi të gjitha kapacitetet vetë, por nuk është kaq e mundur, ndaj dhe duam të bëjmë një ndërthurje me të gjithë aktorët e kulturës në rajon, që ajo qendër të jetë të gumzhi çdo ditë, të gumzhi edhe të diel edhe të shtunë më shumë, edhe të jetë herën pushim, ndoshta apo të martë nuk e di, dhe aty të ketë funksion të plot, ka mundësi edhe në orët e vona, që fëmijët tanë, fëmijët e të gjithë bashkisë të mos vënë kurse në Korçë, po të vënë kurse në Maliq. Kemi edhe pastaj do të shikojmë lehtësira fiskale, sa mund të paguhet një apo si do ta organizojmë këtë punë që ajo të jetë funksionale edhe në një farë mënyre t'i largojmë fëmijët apo të rinjt nga lokalet, nga sallat ku ka tyme, ku ka zhurmë, e t'i çojmë për të marrë një profesion të veçantë. Sa do arrijmë nuk e di. Ne e synojmë që shumë shpejt ne të kemi grupet zinxhir të Valles Gorare nga kalamajt e vegjël, fëmijët, po kalamajt pëlqen ta them, e deri tek të rriturit që të kemi edhe ne prezantimet tona serioze, jo vetëm në Maliq, jo vetëm në Qark, po në gjithë në rang kombëtar, po edhe jashtë, siç e kemi patur në fundit. Ky është një punë shumë e madhe, të shpresojmë që do të na dalë me bereqet. Le të shpresojmë që të na shkojë mirë. E kalojmë votim. Kush është dakord? Kundër? Nuk ka, abstenim nuk ka, miratohet, faleminderit. Kalojmë tek pika 7 e rendit të ditës, që është projekt vendim për miratimin e tavaneve përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2027-2029 në nivel programi. Komisioni Financës. Aktualisht pra Komisioni Financës i mbledhur sot është një procedurë që ndiqet për çdo vit, detyrimisht listat janë vënë, janë njohur të gjitha programet me radhë, pikat se ku do bëhet, kryetari bën sqarimin e duhur dhe mendoj që këto janë tavanet përgatitore që natyrisht ne i kemi miratuar si çdo vit për periudhën 2027-2029. Ne komisioni jemi dakord për miratim. Kryetar. Është një procedurë ligjore, rutinë, të cilën ne e kemi edhe detyrim ligjor, por edhe për ta prezantuar, pasi të gjitha vendimarrjet që marrim që kanë të bëjnë me tavanet përgatitore, buxhetore, 3 vjeçare, miratojnë nga Këshilli i Bashkisë, i çojnë Ministria e Financave, ata japin okejn me plus apo me minus me vërejtjet që ata mund të kenë, që e kemi zbatuar vendimin e qeverisë mbi tavanet buxhetore, pasi ata japin një marsh rritjeje nga njëri vit tek tjetri. Dhe pastaj kjo kalon në disa faza, nuk ka efekte ekzekutive, pasi në çdo vit ne miratojmë buxhetin në Këshillin e Bashkisë, por është një punë përgatitore që përgatitemi edhe për 2027 apo për periudhë 3 vjeçare, me ide sipas programeve buxhetore që janë të pasqyruara në tabelat që ju kemi prezantuar, për të gjitha strukturat buxhetore që ne kemi të miratuara nga Këshilli i Bashkisë. Faleminderit. Kemi gjë tjetër për tavanet? E kalojmë në votim. Kush është dakord? Kundër? Nuk ka. Abstenim nuk ka. Me 16 vota pro dhe asnjë kundër miratohet dhe të gjitha vendimet deri tani janë miratuar me 16 vota pro dhe 17 pro dhe 0 kundër. Miratohet dhe pika 7, faleminderit, dhe kalojmë tek pika 8 e rendit të ditës, projekt vendim për miratimin e planit të masave për parandalimin dhe menaxhimin e zjarreve në fondin pyjor kullosor dhe krijimin, organizimin dhe funksionimin e shërbimit vullnetar të Bashkisë Maliq. Pika 8. Kush do fjalën? Ka ndonjë pyetje? Po. Nësi pyetje është kjo ti, profesor. Në Bashkinë e Maliqit thuhet këtu janë 6 njësi administrative. Konkretisht dihen ato që janë, kurse Maliqi vetë si qytet, Shat Maliqi, Kolaneci, Goça, Bicka, Gjyrasi, Plovishti, ku futen këto se aty ka një sipërfaqe të madhe pyje, sidomos në Bickë, në Gjyras, në Plovisht. Tu s'bëhet fjalë për 6 njësi bëhet fjalë. Po. Se kam të qartë kryetar. Edhe këtë organizimin e këtyre 6 fshatrave
ndoshta si kanë numëruar mirë sa do të jenë. Edhe Maliqi i qendër është njësi më vete, pavarësisht se s'ka administrator. Dakor, po ka pyje ati dhembin pyjet Fshatin e ti. e Gjurasit. Jo, janë 3 fshate që janë me pyjet Ke shumë të drejtë, ke shumë konsiderueshme. të drejtë. Hajde në një vend me mikrofon. Përshëndetje. Mbase nuk është paraqitur me fshatra, po neve si përfaqen e fondit pyjor, atë që kemi rakti, ne kemi me ekonomi pyjore, kështu që kjo si përfaqe që ti thua është e përfshirë në ekonomi pyjore Maliq Lozhan, edhe është e gjithë si përfaqja e menaxhuar. Kështu që pavarësisht Bashkohet me Gorën, bashkohet me Ministrinë Administrative Gorë, Maliq Lozhan. Masat janë marrë me ekonomi pyjore, dhe ekonomia pyjore fillon nga Maliqi deri në Lozhan. Kështu që pavarësisht se s'është përmendur se nuk ka një administrator ku ne do bëjmë takimet për masat e zjarreve. Megjithatë, materiali duhet të rishikuar, shkruhet që janë 7 njësi administrative, dhe pavarësisht se plani i menaxhimit dhe i parandalimit të zjarreve bëhet sipas planeve, sipas zonave që ju keni të menaxhimit pyjeve dhe kullotave, ky është një gjë tjetër, por informacioni duhet të jetë i plotë dhe ke shumë të drejtë në atë shqetësim që ne. Unë desha të shtonja dhe të pyesja shumë mirë bëhet dhe dua ta falenderoj Bashkinë e Maliqit me zjarr fikset e me këto për parandalim e zjarrit. Se e kemi parë dhe ka ecur mirë. Dhe nuk janë kursyer ata djemtë e zjarr fikses. Kjo është gjë pozitive për neve, edhe mjetet e tëra ato jemi më mirë them se dikush tjetër. Një pyetje kam unë këtu për menaxhimin e zjarreve, po si bëhet për dëmtimin e pyje në palishme i vazhdon që s'ka mbetur gjë hiç deri tash. Sepse ne dim që ngrohemi me zjarr, po unë mendoj këtu që çfarë mund të bëjmë, si mund të organizohet që kjo punë të mos, ku mund të mbjellim një pemë, ku mund të mbjellim një diçka, dhe të mos i lëmë se shikojmë çunat, am kalon dot një makinë, këti shikojmë të më bëj sa dru. Bëuni Zot e kam fjalën të bëhemi Zot, të mos presim filizat e reja. Se pash që në bofje, pash që andej këte se i dim, i njohim zonat, edhe shumë mirë u bëj që ato fshatra që kanë pyetje që ngritet e këshilltari aty i nderuar, edhe ajo të shnohet, po që kjo mua më shqetëson më shumë. Prerja në mënyrë palishme, në mënyrë barbare, që ka nxjerrë Shqipërinë, mos them edhe bashkinë tonë, zero në këtë histori. Faleminderit. E para po ta shikosh, ky është plani masave që bëhet për sektorin e pyjeve, jo për zjarr fiksen, sepse zjarr fiksja ka një plan masash më vete. E dyta, vetëm këtë muaj janë 4 rastet që janë shpenë prokurori për transport palishëm të pyjeve, kështu që inspektoriati ka bërë punën e tij. Edhe e treta, nuk ka qenë ndonjëherë Bashkia Maliq ose i gjithë ky territor më mirë se kaq që të jetë ulur prerja e druve, prerja e pyjeve të palishme. Nuk ka qenë ndonjëherë më mirë se kaq. Sepse po të vijmë për këto fshatrat para disa viteve, gjenje dru të stivosura anë të rrugëve. Sot po të vesh të siguroj që ose hajtë vejmë të dy, po të gjejmë dru të stivosura ose makina që lëvizin me material palishëm. I nderuar klasen, do të them një gjë. Unë e di që thua ti edhe unë i shikoj, edhe ti i shikon e gjithë se cili e di. Por unë duhet të shtroj pyetjen tjetër. Këta që merren me prerje dru e shesin dru, a kanë një licencë? Dhe a e dini, a kem ta di edhe unë, se mbase kanë jam gabim, nuk e di. Sepse neve lan policinë ca kohë në Tylbe Goçës. Ata s'bënin gjë tjetër, mund të ruani diçka tjetër, për ruani vetëm ata dru, kalonin dhe bëjnë ato tash. Jemi, mos e themi këtë, sepse po të shikosh hyrë në Maqedoni, se pardije isha unë, se vajta mora naftë me makinët, hyrë e këtej, ndryshon puna. Te ta pranojmë të gjithë që neve kemi futur duart barbarisht. E kam këtë që të mundohemi të bëjmë më të mirën se unë për shembull pyet i dua, sepse janë mushkri. Kur themi dua, i do sistemi ekologjik. Për sa më thej për zjarr fikset, e thashë, pashë planin, është plani masa për të mbrojtur nga zjarret, jam plotësisht dakord me atë. Po desha të thosha që zjarr fikset
kanë bërë atë punë që unë i shikoj që ka rënë zjarri këtu e këtu, ata kanë qenë korrekt. Dhe janë për të falendëruar dhe kam thënë që në fillim që kur kam ardhur këtu që një punë që është mirë, e shikojmë mirë, do t'ja themi, le të jetë kushdo, këtë të kemi përpara. Unë për këtë kam ardhur edhe sot, se do flas çik më poshtë domosht, se nuk kanë ardhur këshilltarët e opozitës, sepse ata kanë dhe të drejtë që unë do t'i citoj dhe ato gjëra, po kanë dhe gabime. Edhe unë kam gabime. Po unë këtu nuk visi faleminderit. Kur të arrim aty. Mund të sjaroj një moment. Në fakt ka një përmirësim në lidhje me prerjen e druve zjarrit. Dhe kjo ka disa arsye. Patjetër është bërë një punë shumë e mirë dhe nga policia e rendit, patjetër dhe nga inspektorët e mjedisit apo inspektorët tonë në teren, po prap le vend për të riparë. Le vend se ajo çfarë duhet bërë është parandalimi. Nuk na intereson, po u pre, druri çohet tërditën, edhe pse ajo ka efektet e saj në ndalimin, në uljen e prerjeve etj, por në fundit shërbimi pyjor duhet të jetë patjetër më i pranishëm në teren për të ndaluar çdo lloj prerje, edhe ndoshta edhe ky plan masash për mua ndoshta duhet të jetë më i detajuar, se vërtet thuhet miratimi i planit ka një relacion. Ndoshta do të ketë një plan me hapa, me të tjera, cilat që nga takimet me barinti, që nga takimet me kryetarët e fshatrave, që çdo gjë që ka të bëjë me këtë punë, edhe me afate të dedikuara, edhe me punën që bëhet konkretisht. Edhe deri tek rimbjelljet, atë shqetësim që ngriti. Ky është një plan standard që ne na vjen nga ministria, nuk është se zhvillojmë pavarësisht standard ne i bëjmë që të jemi sa më afër realitetit tonë, kështu që prandaj sugjerimi duhet parë, duhet plotësuar. Shumë faleminderit. Lutem, kemi gjë tjetër? E kalojmë në votim atëre? Kush është dakord? Kundër? Nuk ka. Abstenim? Nuk ka. Miratohet me 17 vota. Faleminderit. Kalojmë tek pika 8 e rendit të ditës. Tek pika 9 e rendit të ditës, projekt vendim për miratimin e listës së kullotave dhe kositjeve për sezonin 2026 dhe miratimin e kontratës tip të dhënies me qera për kullot. Kështë do fjallën? Klarsen? kjo është një procedurë që neve duam të njohim Këshillin edhe me kontratën tip. E kemi në radhë parë kemi detyrim ligjor që ta kalojmë në Këshill. E dyta është që ta njoftojmë edhe Këshillin se si e lidhim ne kontratën. Pastaj lidhja vazhdimi më tej ka procedurat të tjera, sepse neve jo çdo qytetari që mund të vijë të bëjë kërkesë mund t'ja lidhim direkt kontratën. Ka edhe ajo kërkesat e saj. Procedura në vete që lidhet kontrata. Jo gjitha ato listë që ka dalë aty është thënë që ne do japim për kullotje, se shumë të atyre janë larkë edhe shumë njerëz nuk i marrin. Kështu që thjesht e kemi si procedurë ligjore që ne të kalojmë gjithë listën çka kullota kemi. Po. Kryetar, kështu që të kjo? Jo, është një procedurë. Kemi në Unë do të themi një gjë këtu. Shumë mirë me kjo e kontratave, se neve na bën mirë puna me kontratave, por neve duhet të luftojmë që sa më shumë lektor, ata që kanë mbetur, edhe t'i stimulojmë që ta marrin me kontratë dhe t'japin edhe 2 leka këtu, pse jo bashkisë. Kjo do të jetë gjë e mirë, mendoj. E kalojmë votimat e re. Kush është dakord? Kundër? Nuk ka. Abstenim? Nuk ka. Me 17 vota pro, miratohet. Faleminderit. Dhe kalojmë tek pika e fundit e rendit të ditës, që është projekt vendim për identifikimin e pasurisë në fshatin Leminot, njësia administrative PIRK, i cili është hartuar bazuar mbi një kërkesë që banorët e fshatit Leminot kanë drejtuar Këshillit dhe Bashkisë, dhe është përgatitur materiali dhe ka erdhur sot për Këshillin. Me vonesë po besoj u ka erdhur, mund na shpjegosh kryetar diçka? Po është një segment i cili figuron në regjistrat kadastral me shenjën X, të themi, po e pa precizuar është rruga, apo është kanal, apo është evidentuar nga pas kërkesave që kanë bërë vetë banorët e fshatit Leminot, nevojave që ata të kenë pasi në qoftë se do të ndërtosh diçka në zonën tënde, një magazin, një aktivitet ekonomik në tokat cilat janë në këtë zonë, ata i ndalon për të dalë direkt në rrugë nacionale, pasi duhet ketë një rrugë dytësore që ai ta zhvillojë si pronë. Ndaj dhe ata kanë parë të arsyeshme të na sjellin, kjo do një vendim marrje të Këshillit Bashkisë që ne t'ia prezantojmë
kadastrës në Korçë, që kadastrat ketë mundësi ti vendos një numër kadastral nga X e cila nuk e përcakton çfarë është, e përcakton në rrugë dhe atyre ju shërben për aktivitetin e tyre. Kaq është, thjesht nuk ka lidhje me ne. Është i qartë, ka në një, e kalojmë në votim atëre, kush është dakord, kundër, nuk ka, abstenim nuk ka, miratohet me 17 vota pro, faleminderit. Kishim dhe një material tjetër që është rregulloria për titut e nderit, por nuk e kishim në rendin e ditës dhe as nuk e shtuam në rendin e ditës dhe mendoj që do ta kalojmë për mbledhjet e ardhshme për arsye që këshilltarët fitojnë dhe më shumë kohë, po. Ky moment pauze të themi nga kjo mbledhje në një mbledhje të radhës, le të shërbej për anëtarët e Këshillit të Bashkisë që mund të përcjellin apo për grupet që mund të cillin ndonjë propozim, në gjë që ne ta përfshijmë në rregullor. Ne jemi munduar ta jemi pjesë e ligjit edhe e cili përcakton mënyrën se si duhet të jetë kjo rregullore apo ai komisioni këshillimor të themi pranë Këshillit të Bashkisë, me qëllim që gjithë procedurat standarde të mos lejnë jo vonesa, jo mbetje poshtë e lartë të propozimeve tjera e tjera. Faleminderit. Dhe jemi tek pikat të ndryshme, nëse kemi një gjë. Po. Edhe një herë ju falenderoj, e nderuar kryetar dhe kryetari i Këshillit. Meqense jemi këtu, sot unë kam erdhur si zaj vetëm në këtë sallë të opozitës, sepse kolegët këshilltarë të opozitës kanë disa gjëra që unë pandaj erdha që t'i bëj publike, se unë i kam qef gjërat në shesht, edhe jo edhe në përleta, se letrat në fund janë kryesore, ata kishin hedhur në email, unë as edhe emailin nuk e përdor dot mirë dhe nuk e kisha parë, sot e pash edhe atë projekt vendimin që për sa tham, për sa i përket titujt dhe stimulimit. Dua të sqaroj disa gjëra. Më dëgjoni me kujdes, sepse unë nuk dua që kam ardhur këtu, se edhe si këshilltar kam hyrë nga subjekti politik, po pastaj i referojmë gjithmonë halleve dhe problemet të këtij komuniteti. Kur them unë edhe shumë shokët e mi, kolegët e mi, po dikush mund ta mendojë se erdha këtu edhe tani s'ka. Mua nuk më kanë thënë qytetarët e Bashkisë Maliqit kur mora votën që shko këshilltar dhe pastaj rri në shtëpi. Unë do vi këtu dhe do them këtu ato që i mendoj këtu në sallë, së bashku me ekzekutivin, së bashku me gjithë juve. Tani çfarë duhet të thoshja? Në debatet e kolegëve të mi dhe unë së bashku me ta kanë degeneruar deri në këtë pikë që sot mua më bënë thirrje kolegët e Këshillit që të mos vinja ta bojkotoja sallën. Arsyeja është sepse unë kur veten mbledhen në kryesisë dhe marrim vendime dhe pranojmë ato që miratuam, unë do të vi në mbledhje. Kur veten në mbledhjen e komisioneve, shikoj dhe them ato që duhet të thënë, unë duhet vi këtu dhe t'i miratoj, sepse qytetarët nuk kanë se asnjë të keqe ose asnjë detyrim që se çfarë kam unë me X apo me Y. Tani ku ka filluar ajo që këtu keni përgjegjësi juve si mazharancë. Ndaj nesh dhe cilat janë, unë i kam bërë hera herës edhe këtu për zajta. E para, shumë gjëra që kemi kërkuar si opozit, përveç se njërë mbaj mend unë që na keni futur në rend dite që bëjmë një mbledhje për sa i përket ngricave. E bëjmë atë mbledhjen, u tha do bëjmë këto, do bëjmë këtë që edhe sot ata qytetarë që ashtu nuk kanë marrë asnjë lloj shpërblimi. Këtë mbaj mend unë, mbase jam gabim kanë edhe tjetër. Kërkuam me të bërë zgjedhjet që të shkonin sipas rregullores, sepse këtu ata kërkojnë dhe unë kërkoj së bashku me ata që kemi shkelje të asaj që kemi vendosur të ligjit. Si është? Për shembull, ligji nuk e ka bërë dhe rregulloren e këtij këshilli, nuk e ka bërë kjo lista. Po jemi detyruar për sa është në fuqi, ne ta zbatojmë. Ne kemi dalë në kontekstin e saj. Dhe ku kemi dalë? Së pari, kur bëm pushtetin ato zgjedhjet e kryepleqësisë, i bëm ashtu si i bëm, edhe duke shkelur ligjin sepse rregulloria nuk thoshte ashtu. Këta jemi koshient të gjithë. I bëm, mbetën fshatrat të cilët neve kërkojmë her pas here. Nuk është qëllimi as i zvezës, as i dritasit, pa është një detyrim ligjor. Ne kemi dalë në ky kontekst. Për shembull, po flas konkretisht me zvezdën. Mu tha në kryesi një radhë që i kemi bërë dhe këshilltari sekretari është këtu. Jam bërë zgjedhje në zvezë. I kërkova dhe sot nuk po marrim përgjigje. Kërkova atje, janë koshient këtu edhe kryetari dhe si ishim kryesi, më sillni procedurat që është zhvilluar zgjedhjet e zvezës. Me juristin, me ato më sillni dhe është mbyllur kjo punë. Pse të bëhemi neve tash u bën, s'u bën, u vu kështu, po u vu kështu.
Kjo mua më shqetëson, e para. Dhe kur them për zvezën, ne kemi një tjetër vakant, ndjes pas të ajo që ka vdekur atje, ne duhet ta kishim bërë dhe këtë rregullim. Shkojmë në dritas na dhat përgjigjen që do bëhet kështu, po ta kishim sistemuar, në qoftë se neve derisa bën zgjedhje dhe atje, mund ta kishim vënë një kryeplak. Nuk është ndonjë madhe e madhe se të kemi një kryeplak aty në atë komunitet, se derisa aty ka qendër votimi të ketë dhe kryeplak. Tjetër gjë që unë do të thoshja, ne kërkuam mbledhjen e 12 marsit. E miratuam bashkërisht këtu. Që do të bëjmë një mbledhje speciale me administratorët, me kryeplejt dhe me të dëmtuarit. Se u dëmtuan, pjesa më e madhe e qytetarëve këtë e dinë. Edhe disa zëra që qenë në atë ditë këtu edhe diskutonin kanë heshtur sot. Heshtja është problemi i tyre pa i hyrë detajeve. Por do të themi gjë, mua më tha atë ditë, ditën e dytë edhe në kryesi që ju i kishit thirrur njerëzit sikur do t'u jepnit leka. Ne nuk u dham leka njerëzit e s'po japin dot asot as ju as neve. Këtyre që ishin fakirët e përmbytjeve. Prandaj, për sa i përket kësaj materialit paraprakisht, unë mirë që e thatë edhe vetë, unë edhe sikur të votojnë, do votonja kundër, po do kërkoj që të kemi kohë më shumë, që këshilltarët, edhe të opozicës, edhe ju, se kemi folur për bashkëpunim, kemi folur për frymë, kemi folur që të bëjmë për qytetarët, jo të bëjmë për subjekte politika, por për individe personale. Sepse unë, po e them edhe këtë, vetë si person karakterizohem nga 3 gjëra, nga ndershmëria, drejtësia dhe sinqeriteti. Dhe nuk ka perëndi as në këshillin e grupit tim të më thotë këtë apo këtë, as dikush, edhe se cili varet edhe ka kokën mi vete. Unë këto nuk e, por këto janë e drejta opozitës që i ka kërkuar këto gjëra, ju keni dhe kartonet, por ne kur bëjmë kërkesat, të paktën të mbenen të shtrohen këtu, të futen në rendite. Kur kërkojnë një gjë, të futen në rendite. Pastaj kartonat është tjetër gjë se si e bëjmë. Sepse unë kam qenë dhe do të jem bashkëpunuesi kësaj bashkie, derisa të jem të mbaroj mandatin, që të punoj dhe të bëj aq sa mundem, po unë kam qendruar korrekt. Edhe në dëgjesat, prandaj këshilltarët e mi, ja kam thënë, do t'ja them edhe në grup, kanë dhe këta, sepse debatohet që edhe me verën dhe me atë zonjën që është këtu, apo iku, për sa i përket dekorimeve. Ne kërkuam disa herë dekorime. Pyetja shtrohet, a bëm ne gabim ata dekorimet që bëm indizë këtu që u bë shumë bukur dhe sollëm 3 kandidatura të shkëlqyera për komunitetin e Maliqit që kanë çfarë mësojnë fëmijët për shkolla, të 3 me famë, qoftë Demollani, qoftë profesori Aliu, qoftë edhe Gjergji. Kjo është një gjë pozitive. Do të them edhe një diçka tjetër. Neve jemi bashkë këtu dhe nuk do të themi këta kështu e këta kështu. Kur bën dekorimet kanë pak kënaqësira opozita. Ne ishim firmëtarët e kësaj, 16. Ju e bët shumë këtu nuk u ngarkoj me faj. E hodhët në sistem që do të mblidhemi datën 25, pastaj u bë data 24. Bukur siç erdha unë të vinin edhe ata. Kjo është përgjegjësia e tyre. Po cila është organizimi, do ta kishim diskutuar edhe në kryesi. Organizimi ton u bë drejt këtu që e bëri bashkia prefekte, se isha këtu vendoqja. Më tej tash edhe drejka, nuk është problemi, as pas ju s'ka ngelu pa ngren, as X as Y. Mua mu tha, po e them shqip në X, këshilltar, që ja u kanë lënë, jo do ta them. Ja u kanë lënë 3 personave, që do të ashtu. I thash jo, dhe ndaj nuk vajta në atë drejkën sepse ishte duhet të ishte, jo, kjo ka një rëndësi të veçantë për këshilltarët që të kemi një dakordsi dhe të mos më lënë kështu. Vjen ata